Përshëndetje. Duke qenë se po marrim disa pyetje personale, unë po them një shërbimet e mia, që pastaj të vazhdojmë me qetësim. Njërë si fillim, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave i bëjmë pyetje përgjigje, siç po bëj sot, ose me ciklin e hënës. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor. Cikli i hënës dhe parashikimi javor si fillim flas në lidhje me ndikimet të përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat. Përveç këtyre kam edhe parashikime ditore, i kam rralluar goxha në mënyrë të dukshme, sepse kam filluar të flas edhe gjatë parashikimit javor, flas edhe për ditët të cilat janë më të rëndësishme ose si mund t'i kalojmë ato. Ndërkohë që kam edhe paraqitjet e mia në televizion, janë 2 në javë dhe ato, është ditën e hënë dhe të premte përsëri. Dita e hënë është tek A2 CNN, te programi Dita Jon, është në orën 9 të mëngjesit. Qose nuk ka ndonjë gjë ekstreme, domethënë. Ndërkohë që ditëve të premte jam në orën 10 tek Top Channel në programin Në shtëpinë tonë. Këto janë paraqitjet e mia në televizion dhe këto që sapo përmenda janë të gjitha shërbimet e mia që janë për ju, janë për publikun. Nëse ka informacione që nuk mundeni t'i gjeni këtu, pra te postimet e mia, ose tek videot që kam bërë në YouTube, ose tek paraqitjet në televizion, do të thotë që janë informacione personale të cilat kërkojnë një punë ekstra, si rrjedhoj janë pjesë e konsultave. Konsultat përmbajnë analizën e hartës, mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj, për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të lindjes, mund ta mësoni, pra mund të bëjmë rektifikacion dhe në vartësi të kësaj ore të lindjes mund të gjejmë edhe ascendentin, për te kësaj mund të bëjmë edhe parashikim për të ardhmen. Dhe kalimi i Mërkurit tek shenja e Peshqve. Kalimin e Mërkurit tek shenja e Peshqve në përgjithësi nuk se perceptohet në mënyrë shumë pozitive, të jemi realist, duke qenë se këtu mendja jonë shpërndahet, pra Mërkuri nuk ndihet mirë këtu. Kur një planet nuk ndihet mirë në një vendosje, të gjithë ne ndikohemi negativisht. Po i themi në këtë mënyrë, Mërkuri reprezenton logjikën, mendjen tonë, mënyrën se ne përdorim atë lidhjen që bëjmë me ngjarjen dhe pra shkak pasojën e të tjerë. Të gjitha këto arrin që ti perceptojnë nëpërmjet logjikës tonë dhe është edhe komunikimi në të njëjtën kohë. Pra është diçka konkrete që mund ta prekim. Ndërkohë që shenja e Peshqve, siç e ripërsërita, siç e thash në fillim, është shenja e fundit e zodiakut, është stacioni i fundit i udhëtimit të herojit. Si rrjedhoj, është pika ku heroi duhet të heqë dorë nga egoja e tij dhe të shpërbëhet, të bëhet një me kolektivin, pra. Prandaj edhe këtu identiteti humbet, si rrjedhoj, çdo lloj planeti që ka nevojë për qartësi, këtu humbet fuqinë e tij. Dhe Mërkuri është planeti që ka më tepër nevojë për qartësi, sepse është logjika, pra. Si rrjedhoj, Mërkuri këtu vërtet që fillon dhe të ngeci, shpërndajmë shumë në ide, mund të fillojmë të humbasim kohë pa e ditur, sepse kapemi pas diçkaje ose futemi në imagjinat, si rrjedhoj gjatë asaj periudhe edhe ëndrat bëhen shumë më të gjalla. E të tjerë, pra janë ndikime të cilat nuk mund të thënë që na shërbejnë shumë, por mund edhe të përdoren në avantazhin tonë. Pse? Sepse intuita rritet vërtet shumë. Pra në qoftë të arrijmë që të bëjmë atë lidhje intuit dhe ose më themi ato çfarë po na tregon intuita, të shikojmë se si realizohet në të vërtetë, kemi edhe mundësinë që në vend që të përdorim thjesht logjikën e ftohtë, të përdorim edhe intuitën tonë, pra ti kërshëtojmë të dyja, është një ndikim pozitiv për të gjithë ata që dinë të bëjnë. Por për të gjithë ata që nuk munden të bëjnë, kjo është një ndër periudhat më të vështira. Personat që ta kenë më të vështirë këtë si periudhë janë shenja e binjakëve, duke qenë se janë të drejtuar nga Mërkuri dhe vërtet që nuk kanë mund ta kenë të disbalancuar komplet energjinë e tyre dhe gjithë energjinë ose trurin e tyre mund ta përdoren për të perceptuar se çfarë po ndodh në të vërtetë, si rrjedhoj të mos kenë mundësi që të bëjnë edhe gjërat që duhet të bëjnë për të avancuar. Ky kalim planetar pra i Mërkurit tek shenja e Peshqve ka ndikime shumë të fuqishme, detyrimisht tek shenja e Peshqve, tek shenja e binjakëve që sapo e përmenda, kemi ndikime të shenjave të Qereshës dhe ajo e Shigjetarit. Por shenja e Shigjetarit thash edhe që nga kalimi i Neptun tek shenja e Dashit ndikohet pozitivisht, dhe vërtet ashtu ndikohet pozitivisht. Por po flas tashmë për kalimin e Mërkurit tek shenja e Peshqve. Si fillim, po flas për Peshqit vet.
Futen e Mërkurit këtu, ose udhëtimin i Mërkurit këtu nuk mund të them që është shumë negativ për qenë e peshqve. Duke qenë se logjika që gjatë gjithë vitit ju mungon, çfarë periudha e kanë, parin që ti shikojnë gjërat me më tepër qartësi. Si rrjedhoj kanë edhe mundësinë që të veprojnë në bazë të saj. Intuita shenja e peshqve ka vërtet shumë të zhvilluar, prandaj vërtet që i duhet mënyra e komunikimit, mënyra e shprehjes së saj. Kjo është edhe një nga arsyet që gjatë gjithë periudhave të shenjës së peshqve, që Mërkuri tek shenja e peshqve, për ata që kanë diellin të vendosur këtu, është një ndikim shumë më pozitiv. Pak më tepër për ata që kanë edhe Mërkurin e tyre këtu, si rrjedhoj është një energji shumë e njohur dhe kanë periudhat e tyre të arta. Gjatë kësaj radhe do të bashkohet, do të jetë pak më gjatë sepse do të kemi edhe retrogradën e Mërkurit tek shenja e peshqve, është 26 shkurt deri në datën 20 mars. Është një retrograd e gjatë relativisht. Ndikimet detyrimisht janë vërtet shumë të ndjeshme. Duke qenë se është një shenjë ujë, shenja e peshqve, është një nga retrogradat më problematike, por fati i madh këtë vit do të jenë 2. Do të kemi kënd pozitiv të njëjtë Mërkur me Jupiterin. Kjo është edhe arsye që ndikimet negative që mund të ndjenim zakonisht nuk është se do të ndjejmë aq shumë. Pak më tepër, të shenja e peshqme kemi të vendosur edhe yjen veriore. Kjo i jep një super fuqi Mërkur, pra ato kufin që ka të paqartë i zvendëson me këtë intuitën që përmenda pak përpara, se edhe kemi më të thjeshtë për që të perceptojmë realitetin ashtu siç është në të vërtetë, mjafton që ne të shtojmë atë vetëdijësimin tonë që kemi krijuar gjatë jetës. Pak më tepër që do të kemi gjatë periudhës së fundit edhe një kënd pozitiv me Uranin, pra duke filluar nga data ose më thënë fillimin e retrogradës së Mërkurit, do të kemi edhe në kënd pozitiv me Uranin. Duke qenë se Urani është qielli, pra edhe kjo është logjika ose më themi truri i universit, ndërkohë që Mërkuri është truri jonë që kemi në mendje. Këto të dyja kanë një lidhje shumë të rëndësishme me njëri tjetrin dhe një mbështetje kaq e madhe nga truri i universit do ta bëj shumë më të thjeshtë që ne ta perceptojmë botën ashtu siç është dhe si rrjedhoj siç e thash gjatë këtij viti, këtë herë pra. Retrograda e Mërkurit tek shenja e peshqve nuk do të ndihet aq negativisht. Për shenjën e peshqve, siç e thash, do të jetë për këtë arsye një periudhë pozitive, për të mos thënë e artë, sepse do të ketë mundësi që të bëjë dhe marrëveshje shumë të favorshme për të në tregti e të tjerë. Gjithsesi, retrogradat e Mërkurit asnjëherë nuk është lloj që të firmosim kontrata, mund t'i firmosim të edhin firma pasi të ketë mbaruar retrograda, por marrëveshjet mund t'i bëjmë detyrimisht të diskutojmë se si janë detajet e të tjerë, madje të kryejmë edhe disa kontakte gjatë asaj periudhe, përdorin në maksimum prapë se është një periudhë shumë pozitive. Shenja tjetër që do të ndikojë është shenja e binjakëve, për të njëjtat arsye që përmenda. Është nipi i Uranit Mërkuri, nuk është vllai i vogël, është nipi. Është pasqyrimi i qiellit në tokë, domethënë, mendojnë në këtë mënyrë. Në miniaturë, domethënë. Retrograda e Mërkurit tek binjakët, këtë vit retrogradat e Mërkurit për shenjën e binjakëve janë problematike. Po e them që tani të treja retrogradat që do të jenë problematike sepse do të jenë të treja tek shenjat e ujit. Kjo mund të ishte më problematike, sepse është shenja e peshqve dhe këtu vërtet që edhe Mërkuri nuk ndihet mirë, edhe ka kënd negativ me ata që janë të shenja e binjakëve, pra problemet nuk ishin një, janë disa, por e përmenda pak përpara që ka kënde pozitive, një me Jupiterin, prandaj dhe duke qenë se preket karriera për shenjën e binjakëve, do me thënë që kemi aftësi shumë të mëdha dhe mundësi, madje dhe mbështetje nga sistemi që ne të avancojmë shumë në karrierë. Kemi një intuit shumë të lartë dhe imagjinat shumë të lartë. Mjafton që të fokusoni të gjithë këtë energji që po keni pra të mendjes tuaj në këtë moment thjesht tek puna. Të zgjidhni një ide të qartë që keni në kokën tuaj për të realizuar atë dhe të vazhdoni të punoni drejt asaj. Është një periudhë e cila është shumë e rëndësishme, mund ta përdorni vërtet në mënyrë shumë pozitive dhe në bazë të saj, ajo çfarë përfitoni është drejt për së drejti. Këtë herë vetëm, këtë vit është ardhur materiale. Vërtet është fantastike si periudhë. Normal që është e vështirë sepse Mërkuri është në retrograd, detyrimisht që energjia juaj do të jetë shpërndar, por përsëris. Mjafton që të jeni më të vetëdijshëm, të veproni në bazë të informacionit që keni marrë deri tani dhe do të vazhdoni që të merrni gjatë gjithë muajit të shkurtër, më duhet ta them.
Pra keni aftësinë që të kërkoni të ardhur materiale dhe të avanconi në karrierë. Në bazë të kësaj detyrimisht rregullojnë edhe kushtet që jetojmë, duke qenë se morali rritet, mund të gjeni edhe një person në jetën tuaj e të tjerë. Kemi mundësi të shumta. Po. Dhe shenja tjetër është shenja e Virgjëreshës. Shenja e Virgjëreshës është një shenjë tjetër e drejtuar nga Mërkuri, por plus Mërkurit ka edhe një drejtues tjetër që është Ceresi. Ceresi në këto momente është i vendosur tek shenja e Dashit dhe është në lulëzim me sipër. Kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Kryen një mbështetje shumë të madhe tek shenja e Virgjëreshës. Si rrjedhoj? Edhe në qoftë se, për shembull, mund të ishte ndikuar negativisht si te shëndeti, po ashtu edhe marrëveshjet që bën në këto momente mund të dilin problematike, në të vërtetë kemi aftësinë për shenjën e Virgjëreshës që të përdorim momentin dhe të perceptojmë shumë se cila është pozitive për ne, cila është negative, si rrjedhoj të janë shkëlojmë edhe nëse do të dilin probleme. Por retrograda e Mërkurit do ta ndikojë, detyrimisht do t'ju ndikojë, domethënë është e pashmangshme. Kemi ndikimin pozitiv, po e them që në fillim ndikimi pozitiv për shenjën e Virgjëreshës vjen tek shoqëria dhe tek realizimi i ëndrave, duke qenë se i njëjti Mërkur do të na drejtojë pikërisht këtu, shoqëria do të na ndihmojë që ne të realizojmë ëndrat tona, ose për shenjën e Virgjëreshës ky është viti ku mund të njihemi me personin tonë të zemrës. Pse? Në këto momente Jupiteri është i vendosur tek shenja e Gaforës dhe është sidomos për ata që janë femra, po e them në këtë mënyrë, Jupiteri domethënë edhe partneri jon, bashkëshorti jon. Prandaj edhe për shenjën e Virgjëreshës mund të realizohet kjo si ëndër. Deri në këtë momente mund mos e kemi vënë re. Por me kalimin të Mërkurit tek shenja e Peshqve, këto ta vëmë re shumë mirë. Do ta perceptojmë, domethënë sepse Mërkuri do të na hedhë një dritë aty. Kjo do të ndjehet më tepër drejt mesit të shkurtit, ndërkohë që retrograda e Mërkurit për shenjën e Virgjëreshës do të thënë rikthimi i partnerëve të shkuarës. Në përgjithësi do të jenë persona karmik, për të mos thënë që ashtu janë, sepse retrograda e Mërkurit do të thënë planetet personale që mund ashtu janë. Prandaj të them të vërtetën, shenjës pra juve të gjeni tek shenja e Virgjëreshës, rikthime që mund të keni çështje periudhe nga ish partnerët tuaj, detyrimisht nuk do t'ja këshilloja. Gjithsesi janë zgjedhje personale, unë nuk mund të them asnjëherë asgjë gjë, por është zgjedhja juaj, domethënë po këshilla ime është dihet, domethënë që unë jam kundër lidhjeve rikthimeve. Mos u bëni gati, edhe po të vinë, le të trokasin dhe derë, le t'ikjen, për mendimin tim, është mendimi. Mos u mbisni kokën, domethënë. Për shenjën e Virgjëreshës, retrograda e Mërkurit është edhe një periudhë ku do të rishikoni edhe një herë ose më fitim mund të keni edhe dyshimet tuaj për partnerët tuaj të biznesit. Si rrjedhor është një periudhë ideale për të rishqyrtuar të gjitha këto tematika. Firmosja e kontratave si të reja, po ashtu dhe shpërbërja e kontratave të vjetra nuk këshillohet. Arsyeja që nuk këshillohet firmosja e një kontrate të re se zgjat pak, shpërbërja e një kontrate ekzistuese gjatë retrogradës së Mërkurit është se bëhet pak a shumë zombi, rikthehet vazhdimisht në jetën tonë. Pra nuk këshillohet edhe. Okej. Ndërkohë që retrograda e Mërkurit, ose mërthemi Mërkurit në tek Peshqit, për shenjën e Shqiptarë, Mërkuri tek shenja e Peshqve është ndikim, nuk mund të them shumë pozitiv, nuk mund të them shumë negativ, diku në mes, arin që ta menaxhoj, kjo është pjesa më e rëndësishme. Mbi të gjitha, gjatë këtij viti do të ketë edhe kënd pozitiv me drejtuesin tuaj, si rrjedhoj. Edhe nëse është negativ, arin ta menaxhoni, madje mund ta shndërroni edhe në mundësi për të rritur në mënyrë kolosale. Prandaj këtë vit, domethënë, të paktën për ju, edhe retrograda e Mërkurit, edhe kalimi tek shenja e Peshqve është diçka pozitive. Detyrimisht do të ketë kënd negativ me ju, po siç e thash, edhe gjërat negative që do të dalin përpara, keni aftësinë që t'i shndërroni në mundësi për të rritur, për të kryer një stabilitet ekonomik, për të rregulluar marrëdhëniet me familjen tuaj, për të filluar që të ndërtoni gradualisht jetën që ju dëshironi, të merrni njerëz në jetën tuaj që janë të shëndetshëm. Për shenjën e Shqiptarë, një lloj siç tek shenja e Virgjëreshës, mund të kemi rikthime nga ish partnerët tuaj. Por këta janë persona vërtet të rëndësishëm, nuk janë thjesht ish partner, pra persona që keni pasur thjesht një flört, janë persona të cilët kanë qenë të martuar.
patjetër, domethënë ose të paktën bashkëjetuar, që të keni jetuar brenda një shtëpie, si rrjedhoj se çfarë do të bëni, këshilla është e njëjta me shenjën e Virgjëreshës. Mund të them, por varet, domethënë duke qenë se ka qenë martesa në mes, nuk di ç'të them, zgjedhja juaj, gjithsesi. Okej, pra natën e mirë dhe shihemi përsëri.